Mund të duket që Edi Rama është i paprekshëm dhe kurrën e kurrës Edi Rama nuk ka për dal para drejtësisë. Por ja që koha ka treguar që ky është Janez Janša, 3 herë kryeministri i Sllovenisë, i dënuar me burg para disa vitesh. Ky është Adrian Nace, ish kryeministri i Rumanisë, i dënuar me burg, edhe ky. Ky është Ivo Sanader, para disa muajsh, dal nga burgu me një çantë me rroba. Ka qenë 3 herë kryeministër, 12 vjet burg. Ky është Nikola Gruevski, e dim të gjithë, e njohim. Ky ishte mik i ngushtë me presidentët e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Arati i akuzuar për korrupsion edhe ky. Ky është kryeministri i Bullgarisë, edhe ky i arrestuar. Ta janë të gjithë kryeministra. Të gjithë këta ishin të paprekshëm, por të gjithë dolën para drejtësisë. Të gjithë kanë folur për Bashkimin Evropian, të gjithë kanë merita të pamohueshme për integrimin e vendeve të tyre në